Kush ka folur me nënën nga ju dhe çfarë i ka treguar, sepse Anila tha në telefon që djali imi ka quar çajin, ne jemi kujdesur për nënën dhe kjo s'është e vërtetë. Kush ka folur? Tash mi marrë na i dëgjoj zoti Ardit. Mami im deri ditën që ajo e ka qit me jashtë, jo e qiti, tani flasim drejt. Nuk na donte në shtëpi, kishte myll dyrët, i thot, po mos ma myll minuse se më i kam shije. E tha edhe këtu. Pra unë nuk dua që të më hyjë në shtëpi, e tha edhe këtu, Anila. Po, e tha pra. E tha vetë këtu. Atëhere, nëna ime zgjota. Sa të ri këtu pas nisa, në qoni ku doni, tha se dhunë se kësha besu që janë kështu. Se quni vinte, tha mledha tonte, mponte, dhe më thonte, o nane, veç ti m'jep do të një prokur mu, dhe pastaj t'jap unë prokur ty për shpinë sipër, sa t'jesh ti t'akzosh. Sepse e bukra është, thot, si ju ka thonë kush, thot, rregullojnë ju shpinë sipër, thot. Janë të squt më i zonja Eni. Rregullojnë shpinë sipër. Laureta dhe Namik, kush ka folur me nënën? Unë, zote Ardit, me nënën kena folur gjithë për pak ka tregu. Dhe çfarë ju ka thënë nëna për trajtimin në atë shtëpi? Trajtimi ka qenë skandal, po nëna ime ka myll syt për turpë të njërikut, për hatër të aty fëmijë që nuk e ka, për hatër të atyre nipave që të betohem na ka marrë ne dhe s'ka majt asnjë nga nipat e tjerë, dhe ato jetima që i talima mim si ka majt, s'ka ka majt këto. Dhe ajo me të drejtë thot, mu ma këtë shpinën, ku se kësa i dhe të tjetës. Me të drejtë e ka që thot. Por nëna ime të shiu mu shmenja. Ke marrë nga Shqipëria 1.000 euro i dham me i bashku fëmijët. Ta shiu pinë nëna jote, që ajo me të vërtit se kështë meritur të të majtë. Kërku t'i fusim një punëtor në anës. Më falni. Si e që u trajtim kër nëna ime nuk është asë ngelur, nuk është asë në krevat, me ato kom të vogla shkon, me ato dhimje, dhe i banjo që janë ndërtu me lafe, në dhëmë të vetë, sa të zdojnë të që ta bonim. Them, po dhoma shë madhe, ti bëj një banjo, e ka kullaj, se ju jeni shumë dhe do priste një orë, i bon qëtë gjitha vetë, ajo nuk do me ditë, a ka i lache, a është mund, ka marrë dhunë mujnë të tjera, e ka kupra mi, i ka smun me plak me diabet, zdi unë thot, se badant janë anës ju jam unë, i kena thonë, ti hapi më i lekët, na le të shtim një punëtore, na liron funja fare një dhomë si për ta rregullojmë urgjentisht. Jo, punëtore në shpitime s'ka, kalamajt nuk i du, po ju pëlqeu si e majun leni, po si ju pëlqeu një mereni, po ku jemi këtu më rati? Jo, zojeni. Po kena nga ato fakte që fëmijët nuk po i du më prindrit, ne po i du me i dash dhe s'po na leni, po ku po shko kjo bot? Ajo zonjë, me qënë se ju jeni shumë, dhe u shtofshi, pa diskutim, ajo thot, nuk duat më shqetësoj njeri në banes. Tani kjo është një e drejtë. Dhe ne kena pranu të themi asaj zonja, jo. Po tani, se duhet të flasim, shiko, duhet të flasim si kur e kemi në lëkurën tonë. Tani, të hynë 5 e të dalin 10, tani më falë. Ajo është një banes, e kësaj zonje me fëmijët. Nëna juaj ka një dhomë. Duke pa që ka probleme. Ore, katin e 2, do t'ja bësh nënës ti tani se po të themun. Katin e 2, ta Anila ta bëjnë ta. Po ta bëjnë, ta maj po ajo, ta rregullojnë ju, ta maj ajo. Unë i kam kërku që me qenë se fëmijët tu u rritën, janë madhore, shqyqyr zotit punojnë, janë rregull. I kam lutur unë, me që nana këtu poshtë, është e vetmume, si ju jenë gjithë në punë, të marrë dhamën lartë, të rregullojmë katin e sipër, se është i pabanushëm sot. Po rregullojmë, ka thonë ajo. E rregullojmë neve, shumë mirë. Ajo thotë, rregulloni, po shtëpia është e imja. Jo, tani t'jemi korekt. Jo, tani t'jemi korekt. Jo. Nuk e dim se ka thonë hyrë zoti. Unë mund të rregulloj një shtëpi lartë që shkon 5-60.000 euro, edhe t'ja lej për peshqesht. Ne e falim një shtëpi zojeni. Jam shumë dakord me ju. Një shtëpi zojeni. Jam shumë dakord. Shohim pak si ka votuar publiku, ju lutem. Me Lauretën. Faleminderit. Me Lauretën. Atere, nuk do t'i heqim kontributi në fakt edhe në Amikut dhe Astritit, me ajsa kam pasur mundësi, një periudhë të gjatë nëna ka qëndruar pranë Amikut, pastaj në Amiku me dëshirë të nënës e ka prurë në Shqipëri, duke menduar që ajo ka ambientin e saj në Shqipëri dhe është një mosh të caktuar, ka shprehur vetë dëshirën për të duar jetë në Shqipëri. Tani, dhe për ato dhe për nuk duhet t'i përmend fare. Laureta, Laureta, tani, të lutem, ta kthejmë. Jo, ta kthej majën e thikës pak nga ana jonë. Po, është edhe vërtet, ta kthej. Duke ja ngulur vetëm të tjerëve, është më e lehtë. Tani ta kthejmë nga ana jonë. Jemi të gjithë familjarë. Dhe ajo zonjë është një familjare. Jeton me fëmijë apo pa fëmijë, këtë nuk e di. Atëherë, që ti thuash një zonjë, mbaje derën hapur, se unë do vi ditën, natën, në drekë, me shi, me diell, me vap, me fot, tani kjo është një çike vështirë. Pra, ta pranojmë këtë.
Apo jo, jemi të tërë familjar. Por, është nëna, pa tjetër, por që duhet moderuar pak edhe me zonjën, sepse unë nuk dëgjova prej saj që ajo nuk ka dëshirë që ju mos ta vizitoni. Por, jo hyrje, pa leje, në kuptimin, për t'i thënë që po vim. Ajo që thot zonja Eni, dhe ajo që thot Laureta, bëjnë sens, që do të thot në tilla raste, unë nuk jam askushi që të vendosë për ju, por në tilla raste, mua më duket propozimi fantastik ai që ti bësh nënës një dhomë në katin e 2, ku çdo secili nga fëmijët shkon dhe e shikon, dhe nëna për sa kohë që është me këmbë me dorë dhe ka nevojë për një asistencë për ta mbajtur për krau, për ta çuar këtu dhe atje. Atëre edhe zonjën Anila nuk e shqetësojmë. Dhe shkon ke nëna çdo fëmijë se është fëmijë dhe ka të drejtë të shkojë nash. Pa diskutim. Ore po, ajo ta ketë jetën sa më të gjatë. Po mos na vuj më të pak. Po jo më, po nuk do t'i kemi. Se jetën nuk e kemi asnjërin dorë, po mos na vuj nëna. Eksakt, dhe ajo ta ketë jetën e gjatë, sepse aty fëmija ajo nuk i ka. Dhe nuk ka më të rëndë për një nënë që të shojë të ikin fëmijët për para vetes. Kështu që të paktën ajo të shijoj pleqërinë e saj, dhe të gjitha vitet e mbetura me fëmijët pra. Pa i kërkua se dhe një fije floku Anila Halës, pa i kam thënë, dhe po që se do mërzitesh më thuj mu, dhe se nëna ime do të thot gjysjale, ma thuj mu, flasun me nënën time. Po mos ma trajto keq, nëse s'ke mundësi, thuj, o kunetër, o robë, o njërës të humbur, meri më nënën e juj. Këte ja kam kërku, s'ma ka tërë një thot, unë e majnë thot, po si di unë thot, një fjallë të fundit doja thoj Ardit, sepse dhe koha jonë është e... E di, ju të mbyllnin, por e që më do thoja është që jam më falë. Të mos harrojmë që zonjani vërtet e drejton në rubrikën, shemi në gjyq, por në zyrën e saj është një ndërmjetëse dhe nga të gjitha eksperiencat e jetës, kush nuk do donte që të kishe një ndërmjetësi nga zonja Eni. Kështu që unë do doja shumë që zonja Eni të ndërmjetësonte, pa patur nevojë për të shkuar pastaj në seanca gjyqësore. Prandaj, nëse qofse kjo është rubrika shemi në gjyq, unë shpresoj që jo, të ndërmjetësoj zonja Eni, se si ta ndoshta nuk është më e mira, po unë më të mirë nuk njoh se zonjën Eni, kështu që eksakt. Kështu që prandaj ta lëm rastin në dorën e zonjës Eni. Urdhëro zonja Eni tani. Problemi nuk është vetëm tek fakti se ku do qëndrojë nëna dhe ati bëjmë një kat të dytë. Ardit, duhet ta kthejmë akoma më herët problematikën. Dhe unë të lutem, do t'i qëndroj me forcë këtyre dokumentave që kam, që ndoshta dhe Anila nuk i di deri në fund. Si është bërë legalizimi i kësaj banese, kur vetdeklarimi ka qenë në emër të Selami dhe Sajmir Halës. Atëre, nëse ka ndonjë dokument që Sajmiri ka dhënë kundrejt Selamiut, unë këtë gjëja kërkoj drejtorisa Luizmi Durrës për të marrë vesh deri në fund. Si është e mundur që legalizimi i kësaj banese ka kaluar vetëm në një emër dhe nga i emër është bërë në emër të familjes pas ndrimit të jetës. Nga ky moment, Ardit, duke qartësuar ligjërisht problemin, atëre do shkojmë dhe te fakti, që do bëjmë ka të dytë apo nuk do bëjmë. E kujt është banesa dhe ku do qëndroj Hamideja. Duke filluar nga vërtetësia e ligjit, do qëndroj më pas të vërtetësia e shpirtit. Pa diskutim. Prandaj nuk fola kotun. Pa tjetër. E kur e thash për ty. Pa tjetër. Falemderit. Bëjmë publicitet dhe uroj që të zgjidhet. Të bëhet me mira, ftesa për Anilën qëndron gjithmonë. Pa tjetër. Anilën e duam unë jam i sigurt që do gjejmë zgjidhje. Pa tjetër.